Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha konfirmoi edhe një herë mbështetjen për studentët e Republikës Maqedonisë së Veriut lidhur me të drejtat gjuhësore. Në një takim në Tiranë me përfaqësues të tyre, ministri Ferit Hoxha shkruan se në bisedën me studentin Mevlana Ademi dëgjoi me vëmendje kërkesat e tyre për respektimin e plotë të drejtave për përdorimin e gjuhës shqiptare në kuadër të zbatimit të qartë të paekuivok dhe konsekuent të marrëveshjësorit si themeli barazisë dhe i funksionimit efektiv të shtetit në një shoqëri multietnike. Sipas ministrit të Punëve të Jashtme të Shqipërisë, mbështetja për këto vlera është thelbësore në funksionimin dhe forcimin e institucioneve demokratike dhe për një të ardhme më të mirë, më të drejtë, të bazuar në ligj dhe gjithëpërfshirëse. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arb Ademi në intervistë televizive informoi për krijimin e një grupi pune nga qeveria për të gjetur zgjidhje kur përgjigjja sipas tij është e shkruar në ligj. Sipas përfaqësuesit të partisë më të madhe opozitare shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ligji i provimit të jurisprudencës është miratuar pas ligjit për përdorimin e gjuhëve. Në këtë mënyrë sipas tij e bën ligjin të pavlefshëm. Pyetja thelbësore do të ishte: a kanë të drejtë ligjore studentët që të futen në Shqip? Para mendojeni, në qeveri po formohet grup punues për gjetur zgjidhje. Çfarë zgjidhje, kur zgjidhja ekziston? Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Miskovski vlerëson se ligji për arsimin e lartë nuk është një çështje politike, por shtetërore nga e cila varet e ardhmja e vendit. Sipas tij, ligji i propozuar nuk po hartohet pas dyerve të mbyllura, por përmes debatave me universitetet dhe është një zgjedhje e përbashkët me komunitetin akademik që do të japë rezultate. Ky nuk është ligji i qeverisë apo çështje politike, por një çështje shtetërore nga e cila varet e ardhmja e vendit dhe e të rinjve të cilët aktualisht nuk e njohin cilësinë e arsimit të lartë, deklaroi kryeministri Histra Miskovski. Në konferencë së bashku me ministrin e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska dhe në praninë të rektorëve të 7 universiteteve publike, ai theksoi se duhet të ndalen eksperimentet dhe se nevojiten zgjidhje sistemore pasi arsimi është themeli i çdo shoqërie. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Procesi antarësimit në Bashkimin Evropian, linjëzimi i plot i politikës së jashtme bllokun 27 antar si përcaktim strategjik, si dhe angazhim dhe përkushtimi i Kosovës në përmbushjen e reformave, ishin në thelb të takimit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Sipas njoftimit nga zyra e kryeministrit, në takim u diskutua dhe për aktualitetet politike dhe zhvillimet e brendshme. Kryetari i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato në paraqitjen e raportit vjetor të Avokatit të Popullit e vuri theksin të rëndësia e pavarësisë institucionale, besueshmëria dhe besimi i publikut. Në këtë drejtim, rëndësia e pavarësisë institucionale, besueshmëria dhe besimi publik, për cilin foli dhe Lutfiu, janë thelbësore. Këto janë elementë të domosdoshëm në mënyrë që institucionet të përmbush ashtu siç duhet dhe në mënyrë efektive mandatin e vet dhe të veprojë si mbrojtës i besueshëm i të drejtave të qytetarëve. Thirrja për Kuvendin e Shqipërisë të shpërmbushin përgjegjësinë që zyra e Avokatit të Popullit të ketë personelin dhe burimet e duhura. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.